Edhe pak ditë nga fitoria historike e 11 majit, kandidati Klevis Kaso vazhdon fushatën elektorale der më der. Në takimin e radhës, u ndal tek pensionistët e Orikumit, së bashku ndan dhe diskutuan problemet prioritare të zonës, legalizimi dhe certifikimi i pronave dhe mungesa e energjisë elektrike. Klevis Kaso kërkoi mbështetje me vot jo vetëm për Partinë Socialiste, por mbi të gjitha për të, duke ditur problematikat e njësisë së Orikumit dhe duke dashur të shikojë sy më sy të gjithë ju, e zgjodha vetë Orikumin, është shprehur Kaso. Kam arritur fal dhe e them me krenarik të gjë, fal angazhimit tim, pa u katapultuar nga asnjë njeri dhe pa më dhënë asnjë njeri atë dorën e famshme që thonë e bëri filani. Jam munduar që vetë të krijoj tajgjin dhe respektin me njerëzit. Unë e di që ka disa vështirësi Orikumi, po jo disa, ka shumë vështirësi. Po mendoj që po vinë drejt zgjidhjes, shumë burra ju kanë ardhur, ju kanë premtuar që do shpikin rrotën, rrota shpiku 3500 vjet para. Unë do mundohem të kopjoj atë rrotën, që të ecim të gjithë bashkë, duke u marrë juve mendje dhe këshilla në vazhdimsi, nëse do më jepet mundësia të jem në Parlamentin e Shqipërisë. Siç ja u thash, Orikumi ka shumë probleme, siç mos të fillojmë tani nga tokat, nga legalizimet. Kur isha në bashki u mora me 7501-shin. Nuk e zgjidhje dot një vetëm, po disa dosje i kalova në hipotek, u angazhova bashkë me Thanasin që keni ju këtu. I kam dhënë drejtim, asnjëriu si kam rënë në qafë. Por e di që keni shumë probleme me pronat, ka shumë probleme me energjinë që sipas premtimit që mu bë mua që jam kandidat i zonës pasaj juve, brenda 2026-s, që është maksimumi i fare, është i zgjidhur 100% energjia elektrike në njësinë Orikum. Patët atë problemi me tragjasin, që me angazhimin tim, duke marrë drejtuesin politik, ministrin, ai ka ardhur shumë shpesh në fshat, po asnjëherë s'u ulën bashkë të gjitha njerëz, i ula bashkë, ajo gjendja atje do studiohet her pas here derisa të dalin në një vendim të saktuar do bëhet ose jo, edhe ku do bëhet. Kjo është pak po e sigurt. Duke mos synuar vetëm mandatin e 4 dhe mandatin e deputetit të 9, kërkohet integriteti dhe konsolidimi për transformimin që Shqipëria ka pësuar dhe do pësoj, nga të cilat do përfitojnë të gjithë. Procesi i ratifikimit të antarësimit na bën gati të zgjidhim problemet, të jemi të inkurajuar dhe gati bashkë me Partinë Socialiste dhe Klevis Kason.